Për të garantuar një proces të rregullt dhe transparent zgjedhor, hapja e kutisë së votimit ndjek një sër hapash të përcaktuara. Ky trajnim do t'ju udhëzojë hap pas hapi për këtë proces. Numëruesi i parë vendos kutinë mbi tryezë dhe ekspozon për kamerën. Etiketa me numrin e qendrës së votimit duhet të jetë e qartë dhe e lexueshme për të gjithë vëzhguesit. Numëruesi i parë këput vulat me kodet e sigurisë dhe hap kutinë e votimit. Fillimisht, ai nxjerr procesverbalin e mbylljes së votimit. Numëruesi i parë dhe anëtarët e grupit të numërimit nxjerrin nga kutia fletët e votimit dhe zarfin me procesverbalin e vulosjes. Pasi fletët e votimit janë nxjerrë nga kutia, ato shpalosen mbi tryezë me pjesën e pasme të fletës nga ana e sipërme për të verifikuar vulat. Ky hap është thelbësor për të garantuar autenticitetin e fletëve të votimit. Nëse procesverbali për mbylljen e votimit është i pranishëm dhe plotësuar sakt, GNV konfirmon dokumentacionin dhe nis procedurat për numërimin e votave dhe vlerësimin e fletëve të votimit. Procedurat e hapjes së kutisë së votimit janë një hap kyç në procesin zgjedhor, duke siguruar transparencë dhe besueshmëri. Zbatimi korrekt i këtyre hapave ndihmon në mbrojtjen e integritetit të zgjedhjeve.